në këndvështrimin e atyre të tjerëve quhet kamp, pra quhet pushime. Ndërsa të tjerët të cilët nuk e kanë këtë mundësi, hanë atë ushqimin që mund të them unë edhe të skaduar, po dëshëtu të burgjeve shqiptare. Është vërtet kjo? Dhe po, është skaduar, dhe unë po ju jap me garanci, nëse futesh sot ka reparti 313 në Tiranë, është vinë një herë, unë nuk ta përshkruaj dot. Do të thënë, një herë e një dhjami të kafshëve që unë nuk e di nga vinë. Pra një herë skandaloze dhe unë nuk e di se si mund ta hanë të burgosit atë lloj ushqimi. Pra vetëm nga era të vjen për të vjellë, jo më ti ta hash atë ushqim. Me këtë që thua avokati populli duhet nisin hetimet apo jo? Unë, po padyshim, nëse ne kemi arritur në këtë gjendje, sepse shiko. Dgjoj, da, kemi një problem. Se kemi pas bërë një analizë tjetër këtu ne bashk. Sa na kushton një burgosur? Tani këto paguhen me paratë e taksapaguesve shqiptar. Dhe të marrësh paratë, po aludojmë tani, ti fusësh në xhep, të përfitosh dhe të mos çosh atë që duhet atje, se kjo, shikoj, ne flasim për burgjet, mund të jetë për spitalet, mund të jetë edhe për të tjera, unë nuk e di fare se ç'a ndodh. Shikoj ç'a ndodh. Në komisionin parlamentar shkon çdo vit drejtori i përgjithshëm i burgjeve që ai referon lidhur me situatën në burgje. Pra, në situatën në tërësi në burgj. Pra, që nga ushqimi, nga trajtimi, pra për çdo lloj detaj. Dhe unë mbaj mend në daljen e fundit, ose më saktë në prezantimin e fundit të drejtorit përgjithshëm burgjeve përpara deputetëve, ai nuk ka adresuar asnjë shqetësim në burgje. Tha, burgjet tona janë kështu, pra e bëri sikur burgjet tona ishin burgjet më të mira në Europë.